U kthejmë në studio për të folur për çështjet që kanë të bëjnë me rajonin dhe botën, por fillimisht do të fokusohemi te protestat të cilat po vazhdojnë të mbahen në Serbi, ndonse kanë kaluar nga ana e studentëve, duke thënë se janë thirrur se studentët kanë marrë drejtimin e këtyre protestave. Për këto dhe shumë çështje të tjera me mua në studio është Minator Maloku. Faleminderit shumë që pranove që ti jesh pjesë e Infodes. Faleminderit dhe juve. Inerum ne jemi pa se protestat në Serbi nuk kanë të dalur, ato po vazhdojnë tash një kohë goxha të gjatë atje. Cili mendon se është epilogu i gjitha këtyre protestave të cilat po vazhdojnë atje? Po pra se që kemi po edhe ne nëpër mediat vendore, ekzistojnë disa protestat në Serbi dhe janë protesta madhore, janë protesta që sipas disa ekspertëve është rreziku edhe vetë regjimi i Vučićit. Ju ndonë se kemi pas edhe disa deklarata që këto protesta janë të organizuar edhe nga vetë Vučić. Këto protesta do më thonë kanë fillu si rezultat i erëzimit të një qatisë së nën stacionit e korridor në Novi Sad, edhe si pas disa informacioneve, ndërtimin e këtij stacioni e korridor e ka ndërtuar një kompani kineze në bashkëpunim me qeveritarët serbë. Dhe ajo qati është rrëzuar dhe këtu kanë humbur jetën dikun 15 persona. Dhe nga këtu ka fillu edhe idhnimi i studentëve dhe mbar popullit serb që ju kanë bashkangjitur kësaj proteste. Kjo protestë, cilësuar domethënë edhe nga aspektet ndërkombëtar, është një protestë mjaft e madhe. Domethënë se studentët gjithmonë kanë ditë me bo zgjidhje të problemeve, për shkak që ata me regjimin aktual të Vučićit janë të pakënaqur dhe dëshirojnë që të ketë një qeveri më demokratike që ju prin procese përpara. Sigurisht që jemi të njoftuar dhe dim procesin e antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Ka hapur pothuajse gjitha kapitujt dhe ka mbetur vetëm te kapitulli i 35, i cili ka të bëjë me marrëdhënie të mira fqinësore. Dhe ky kapitull domethënë është kusht për Serbinë që të plotësohet ky kapitull në mënyrë që ajo të avancojë përpara drejt proceseve integruese. Studentët janë zgjuar e nuk janë të kënaqur domethënë me udhëheqjen e vendit, me presidentin aktual Vučić dhe regjimin e tij aktual, për shkak se siç jemi të ditur dhe e dimë edhe historikisht që Serbia është njëra prej faktorëve kryesor për gjitha tensionet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Domethënë është e vetmja shteti serb e cila ende nuk ka vendosur aksion ndaj Rusisë, që ka filluar agresionin ndaj Ukrainës. Po ndonse ka një marrëdhënie me Rusinë, kemi pa edhe me 9 maj atje ku shkojnë në paradën e organizuar nga Rusia, ndonse pati edhe shumë reagime si nga ndërkombëtarët, ashtu edhe nga vetë shumë lider nga Serbia. Po, është vërtet që ekzistojnë marrëdhënie domethënë tradicionale ndërmes shtetit serb dhe shtetit të Rusisë. Këto marrëdhënie domethënë janë historikisht kanë qenë të zhvilluara dhe është shumë e vërtetë që presidenti Vučić ka shkuar në paradën domethënë e fitores në Rusi për ta festuar atë. Dhe kjo ka nxitur edhe reagime domethënë edhe nga krerët e Bashkimit Evropian, po edhe nga krerët Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nuk janë pajtuar për shkak se Serbia është një moment kyç që Serbia duhet të përcaktohet. Apo don të shkojë me Rusin, apo dëshiron një bashkangjit frymës perëndimore në domethënë të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Apo din Rusi palë Serbia që të mbajnë një farë baraspeshe ndërmjet Serbisë edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke mos anuar nga asnjëra anë, po duke mbajtur raportet me të dyat një farë lloj paralele. Shumë e vërtetë, domethënë Shteti serb po vazhdon të luajë me këtë politikën e saj të baraspeshës, me shtetin rus në njëra anë dhe me frymën e saj jo demokratike dhe në tjetër anë domethënë me frymën perëndimore. Dhe njëra prej gjërave që e kanë nxit edhe këtu protestat në Serbi është edhe kjo frymë e saj. Kjo loja e saj politike domethënë në një anë me Rusin, marrëdhënie të mira me Rusin dhe në tjetër anë marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian ku edhe pritet që ajo të bëhet pjesë e saj. Kjo ka nxitur reagime në Serbi,
populli serb, sidomos studenta që kanë ditë gjithmonë me bon kthes historike në shtetet të ndryshme, janë të pakënaqur dhe tani me Serbia duhet të vendosë. Nga duhet të shkojë, duhet të mbesë në perëndim apo duhet të shkojë tek Rusia. Po shpeshherë është cilësuar si e mençur politika e jashtme të cilën Serbia vazhdimisht ka bërë, ka krijuar marrëdhënie edhe me madje edhe me familjar të Donald Trump, me djalin e tij edhe me dhëndrin e tij, duke ju jap edhe një lloj biznesi i cili do të mbahet në vendin ku është bombarduar nga NATO në 1999. Një mënyrë që ta bëjë një kthes historike, ai ka ruajtur marrëdhënie edhe brenda familjes së Trump. Ka dashur që të krijojë zgjerim të rrjetit të tij. Po, është vërtet këto lojrat e presidentit Vučić dhe aparatit shtetëror serb vazhdojnë të mbeten. Çështjet e biznesit është në rregull që të bëhen, mirë po çështjet që kanë të bëjnë me politikat ndërkombëtare duhet pasur pak më shumë parasysh. Në një mënyrë ai ka ditur që me çështje të biznesit të krijojë raporte madje në bazë të vizitës që djali i Donald Trump bëri në Serbi, erdhi edhe vizita e Trump e Vučić në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, këto vizitat është shumë në rregull që të ndodhin, mirë po shikuar në aspektin e drejtimit politik dhe strategjik Serbisë. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Donald Trump dhe gjithë udhëheqësit e Amerikës e dinë mënyrën e lojrave të presidentit Vučić, se çka po ndodh. Sigurisht që presidentit të Shtetet të Bashkuara të Amerikës apo familjes së tij do thotë ndoshta i konvenon me hap biznes në Serbi dhe me zgjeruar rrjetin e biznesit të tij, mirë po në aspektin e politikave ndërkombëtare dhe në aspektin e drejtimit strategjik Shtetet të Bashkuara të Amerikës, domthonë e kanë si qendër dhe janë duke e menaxhuar se nga është orientimi serb. Po, zotëri Malohu, në kohën kur neve po flasim, Kosova nuk ka pasur asnjë vizitë në shtëpinë e bardhë. Ka pasur vizita përreth saj në kongreset të ndryshme që ka ndodhur në Amerikë, por ndërkaq në shtëpinë e bardhë nuk ka pasur asnjë vizitë. Neve në këtë aspekt si qëndrojmë, meqense Serbia po shkon në vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në brenda shtëpisë së bardhë, ndërkaq që neve si Kosovë ende nuk kemi arritur që të kemi një vizitë të tillë. Shikuar në aspektin tradicional marrëdhënë Kosovë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është fakt që nuk kemi bërë vizita, zotëri Kurti ka bërë vizita, mirë po jo direkt në shtëpinë e bardhë, mirë po ka bërë vizita ndoshta me përfaqësues të bizneseve apo me ndonjërin që nuk ka shumë rol në shtëpinë e bardhë dhe jo direkt me krerët e shtetit amerikan. Marrëdhëniet ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës janë jetike, do të mbesin shumë gjatë dhe thënë me një fjalë Kosova është produkt i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë këto vizitat nuk kisha dashur edhe shumë ndoshta me fol për to për shkak se marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy vendeve janë tradicionale dhe nuk do të shuhen. Po ndonë se neve si Kosovë kemi refuzuar disa nga marrëveshjet që kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe ajo për sjelljen e gazit natyral i cili është thënë se do të vijë në Kosovë, po ashtu edhe disa marrëveshje të tjera të cilat janë iniciuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo sipas jush si shihet në raportet ndërkombëtare me Shtetet e Bashkuara? Mund të them që këto marrëdhënie ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës do të vazhdojnë të mbesin, kanë qenë gjithmonë të forta. E thoni se nuk ka ftofje të raporteve ndërmjet Kosovës dhe SBA-s. Nuk mendoj që do të ketë ftofje të raporteve ndërmjet këtyre dy vendeve, për shkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës domethënë e kanë Kosovën si pjesë strategjike, sidomos në rajonin e Ballkanit Perëndimor, po ashtu edhe në Evropë. Kosova mbetet partner strategjik dhe partner jetik i Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe siç e thash edhe më herët, mund të them që është edhe një produkt i saj. Zotëri Malohu, do kishim dalë edhe te vizita e Kallas e cila bëri në Kosovë në kaluar. Si e keni pa ju vizitën e saj dhe porositë që ajo la në Kosovë? Zonja Kallas është emëruar si përfaqësuese e re e diplomacisë evropiane.
Vizita saj në Kosovë është një vizitë të them mjaft të rëndësishme, për shkak se drejtimi strategjik i Kosovës është drejt Bashkimit Evropian. Zoti Maloku, fillimisht do kisha dashur të ndalim në një pikë që ka të bëjë me Kallase dhe mënyrën tradicionale të familjes së saj me një lloj armiqësie të minatojza që ka me Rusin. A do të jetë në favor tonin kjo çështje, meqense Serbia dhe Rusia i kanë goxha të afërta marrëdhëniet e tyre? Patjetër që kisha me thonë po, domethënë zonja Kallas vjen nga një shtet mik i Kosovës, Estonia, dhe zonja Kallas ka një histori mjaft interesante me shtetin rus, për shkak se nëna saj ka qenë e depërtuar apo si 10 vjeçar në përkombet të ndryshme nga ushtarët e Bashkimit Sovjetik, dhe tani domethënë vajza e saj, asoj zonjës tashmë është përfaqësuese e diplomacisë evropiane. Kjo do të ndikoj, normalisht do të ndikoj pozitivisht në Kosovë dhe në mënyrën e zhvillimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe kjo është, zonja Kallas është një kritikuese mjaft e madhe e presidentit Putin për shkak domethënë të politikave të tij dhe shpeshherë, jo shpeshherë, po mirë, po vazhdimisht më thëmë që e ka mbështet edhe Ukrainën, duke apeluar që të dërgohet armatime saj dhe të vazhdoj luftën, domethënë luftën mbrojtëse ndaj shtetit rus, ndaj agresionit rus. Dhe këtu më të them që zonja Kallas e ka bërë mjaft të qartë se çka duhet bërë, ta shetutje, ka bërë vizitë në Beograd, ka bërë vizitë në Prishtinë dhe mesazhet e saj janë shumë të qarta. Duhet të vazhdohet dialogime, duhet të zbatohen marrëveshjet dhe në rastin e Kosovës ka treguar që edhe sankcionet që janë vendosur në vitin 2020 ndaj Kosovës po vazhdojnë të largohen. Mirë, po është edhe një parakusht tjetër që këtu sankcionet komplet të largohen, në këtë rast është shtensionime në pjesën veriore të Kosovës. Ne presim aprilin që do të krijojmë marrëdhënie goxha të afërta me Kallas dhe do të dim t'i ruajmë këto marrëdhënie me Kallas. Meqense siç duket Kosova nuk ka ditur t'i ruajë raportet me Biden, duke ditur se ka pasur një simpati goxha të madhe në kohën kur Biden ishte në krye të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ne do të kishim mund të kemi edhe shumë favore të tjera, ndërkaq që neve nuk e shfrytzuam këto favore, madje nuk patëm as ndonjë përfaqësues në shtëpinë e në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, këtu raportet ndërmjet shtetit Kosovës apo them qeverisë, e cila në vitin 2020 domethënë ka fituar zgjedhjet mbi 50% të votave, domethënë ka arritur që vetë ta bëjë qeverinë dhe ka pas një mbështetje mjaft madhe nga populli i Kosovës. Në anën tjetër kemi pasur erdhi si revolucioni gjithë gjendjes së krijuar që nga pas lufta në Kosovë. Po, në anën tjetër kemi pasur në qeveri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi pasur Joe Biden nga Partia Demokratike në Amerikë dhe që ka qenë mbështetje mjaft e madhe ndaj Kosovës dhe ndaj historisë saj dhe ndaj pavarësisë saj. Jemi, domethënë, e dim historikisht që presidentët e mëhershëm janë edhe ndër ata kryesor që kanë bërë deklarata dhe kanë dhënë maksimum në tyre që Kosova të jetë edhe shteti i pavarur. Këtu raportet edhe Biden. Po, ndërta edhe Biden. Raportet ndërmjet shteteve duhet të ruhen, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se nëse raportet ftofen, për çka jam skeptik në këtë aspekt, për ftofjet marrë ndërmjet Kosovës dhe Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Mirë, po, nëse vazhdojnë me këtë ritëm, atëherë sigurisht që nuk është një lajm i mirë për Kosovën. Përderisa nuk jemi ndonjëherë temë diskutimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a do të thotë kjo që jemi në gjendje jo të mirë, meqense s'po jemi temë diskutimeve, nëse Kosova po kalon në një ngërç politik? Nuk kisha me thonë që nuk është puna mirë nëse nuk diskutohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën, sidomos në rastet kur Kosova gjendet në momente kritike. Kjo ndoshta është e habitshme nëse them kështu, mirë, po Kosova vazhdimisht e ka pasur dhe vazhdon të ka mbështetjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës
edhe Bashkimit Evropian po ashtu. Për momentin është situata si që është, jemi në një ngërç politik për momentin për konstituimin e kuvendit. Kjo situatë sa më shpejt është mirë që të kalohet dhe duhet të kalohet në mënyrë që të vazhdojnë me procese tjera që janë të paraporën në kodër të dialogut dhe proceseve integruese të Kosovës. Se pa i përfunduar këto konstituimin e kuvendit dhe në mënyrë që të vazhdojnë me tutje pa u procedu kuvendit dhe të zgjidhen institucionet e Kosovës, edhe krejt e Bashkimit Evropian nuk kanë që të bisedojnë. Për shkak se duhet të jetë dikush në qeveri, duhet të ekzistojë partneri që Bashkimi Evropian do ta kishin për të vazhduar me dialogun, siç është parapo edhe me marrëveshjet paraprake dhe në marrëveshjen e fundit. Sot me lohën e kaluam nga tema në temë, po desha të fokusohem nga vizita Kallas, e cila dhe porositë të cilat ajo e dha për liderët e partive politike në vend. Mendon që do të ketë ndikim e gjithë vizita Kallas në Kosovë? Mendoj që ndikim do duhet të ketë. Për shkak se një përfaqësuese e Bashkimit Evropian apo e diplomacisë europiane nuk është një gjë e vogël që të bëhet në një shtet, për shkak se ajo flet në emër të Bashkimit Evropian. Do të thonë Bashkimi Evropian është i përbërë për shumë shteteve që ata folin do të thotë një zërë dhe aja ka marrë mandatin që të vinë në Kosovë, të shkojnë në Beograd, që të jap mesazhet e saj. Dhe tashme jemi kështu si që jemi në një ngërç politik, kjo duhet sa më shpejt që të kalohet, për shkak se sa më shumë voneza reputacioni ndërkombëtar i Kosovës po shkon duke u zbej. Subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës po bjen dhe kjo i konvenon vetëm shtetit serb, nuk i konvenon shtetit të Kosovës. Prandaj është urgjente, është jetike që të vazhdohet sa më shpejt me procedime tjera që ne të kryejmë detyrat tona brenda në mënyrë që të kryen pastaj detyrat që na lidhen me Bashkimin Evropian, kështu me frymin euroatlantike. Ishëm dalë edhe të një temë që ka të bëj për një marrëveshje goxha të rëndësishme për Kosovën, siç është ajo marrëveshja e Ohrit. Jemi gati se 2 vjet pas kësaj marrëveshje, tani kemi filluar të shohim disa të mira ose të këqija të kësaj marrëveshje. Një prej tyre ishte edhe rryma për qytetarët në veri të vendit, të cilët nuk bënin pjesë në shtrejtimin e saj për 16.1%, kosto ashtu si që paguajnë të gjithë qytetarët të vendit. Po, e kemi marrëveshjen e fundit që është realizu, domethënë nga Bashkimi Evropian. Të gjitha vendet e Bashkimit Evropian në vitin 2023, në shkurt të 2023-s, u pajtuan që të ketë një plan për zhvillimin e më të qeshëm në kodët e dialogut dhe arritjen e një marrëveshje normalizimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje doli, u publikua dhe në mars të po ati viti, Kosova dhe Serbia, së bashku me Bashkimin Evropian, u dakorduan që të shkojnë në Ohër të Maqedonisë dhe që të dakorduan për aneksin e zbatimit saj. Nëse e shohim marrëveshjen, në brendësi ekzistojnë disa pika në kodër të marrëveshjes. Njëra prej pikat të marrëveshjes është edhe marrëveshjet e mëhershme që janë realizuar dhe që duhet zbatuar. Ekzistojnë në marrëveshjen në orë pika që thotë këto marrëveshje të mëhershme në kodër dialogut që kanë vazhdu ose që janë realizu më herët, janë të vlefshme dhe janë detyruese, do të thonë duhet të zbatohen. Njëra prej atyre marrëveshje është edhe marrëveshja për energjinë, që është realizuar në vitin 2013, pasaj në fuqi në vitin 2015, dhe kjo marrëveshje ka të bëjë me sistemin energjetik në Kosovë. Marrëveshja thotë që duhet përveç Kecit, duhet të ekzistojë edhe një kompani tjetër që duhet të operojë në Kosovë për furnizim energji dhe shpërndarje të faturave të ndryshme energjetike ndaj popullatës, dhe kjo kompani është, domethënë, e shtetit serb.
Përveç Kecit, domethënë kemi edhe një tjetër kompani dhe ajo operon në pjesën veriore të Kosovës, është licencuar domethënë nga zyra rregullatore të energjisë dhe kjo mënyra se si funksionon është paksa problematike dhe nuk do duhet që të lihej anash. Për shkak se ajo ka të drejtën e furnizimit, ka të drejtën e shpërndarjes së faturave të energjisë e kështu me radhë. Shteti i Kosovës duhet të jetë shumë vigjilent në këto aspekte, në secilën marrëveshje që realizohet ndërmjet shtetit serb dhe shtetit të Kosovës, për shkak se nuk do të ishte mirë që të vim në një situatë ku pastaj nuk mund të kthehemi prapa. Dhe ekziston edhe pjesë në kuadër të marrëveshjes së që janë të cekura, domethënë është për me kriju një garanci për një sistem vetë menaxhime të komunën në pjesën veriore. Kjo mbetet me u diskutu në kuadër të dialogut që pritet domethënë sa më shpejt të rifilloj dhe ky dialog mund të rifilloj nëse kemi partner në Kosovë, nëse themelohet qeveria dhe formohen institucionet e Kosovës. Ne kemi pa që fuqishëm Serbia është kundër kësaj marrëveshje, nëse ka qenë një marrëveshje e mirëpritur jo fort mirë as nga ana kosovare, mirë po Serbia ka dalë me shumë deklarata që nuk është pro kësaj marrëveshje, po ndërkohë që Serbia çdo herë dëshiron që çdo marrëveshje të jetë në favor të saj. A ka diçka tjetër në këtë marrëveshje që është në favor të Serbisë, ndonë se ende nuk është parë mjaftueshëm nga publiku kosovar? Marrëveshja domethënë tani më është e publikuar dhe siç ekzistojnë disa pika në kuadër të saj. Shteti serb pothuajse vazhdimisht i ka kundërshtuar marrëveshjet që janë arrit, për shkak që ndoshta me kriju një farë hotia edhe te populli i Kosovës dhe në mënyrë që të vazhdohet me tutje me qëllimet e asaj. Shteti serb është i vendosur që me arrit një asociacion të komunave më shumë të serbe dhe këto me çdo kusht e dëshiron që të ketë kompetenca ekzekutive, e që kjo në anën tjetër do të ishte mjaft rrezikshme për shtetin serb, për shkak se do të diskutohet cënueshmëria e saj, kushtetutshmëria e shtetit Kosovës. Dhe kjo në asnjë mënyrë nuk duhet lejuar që të ekzistojë një formacion diku në ndonjë pjesë Kosovës që të ketë kompetenca që ndoshta mund të themi që pas një kohe, nëse ata ai grupacion i një komunitetit të caktuar pas një kohe të kërkonte ndonjë referendum apo diçka të tillë dhe që të kërkonte largim nga shteti serb. Dhe çka do të ndodhte me ne me shtetin e Kosovës, domthonë do të ishte një shtet jo funksional dhe një shtet që do të rrezikojë edhe ndoshta mund të them shpërblimin e saj. Ndonse vetë formimi i asociacionit të komunave serbe parashihet që të kenë ato favoret e veta dhe kompetencat e veta, por a do të administrohen nga qeveria e Kosovës ky asociacion? Qysh funksionon mënyra asociacioni, ndoshta nuk është edhe shumë i ditur për publikun. Asociacioni i komunave me shumicë serbe është një marrëveshje realizohet domethënë në vitin 2013 dhe pastaj në vitin 2015 ekziston në vitin 2013 është bërë marrëveshja e parimeve të përgjithshme që quhen drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Pastaj për shkak të jo mirëpritjes në popullin e Kosovës apo në publik të kësaj marrëveshje është dërgu në gjykatën kushtetuese që të japë një mendim sa i përket kësaj marrëveshje. Gjykata kushtetuese domethënë e ka hull poshtë këtë asociacion për shkak të elementat që i posedojnë, për shkak të disa kompetenca që nuk shkojnë me kushtetutshmërinë e Kosovës dhe e cënojnë rendin dhe ligjin në Kosovë. Asociacioni i komunave me shumicë serbe do duhet që të ishte thjesht një asociacion ku një komunitet i caktuar, në këtë rast komuniteti serb, të kishte disa kompetenca në fusha si arsimi, shëndetësia e kështu me radhë, domethënë kompetenca që e rregullojnë pak a shumë jetën e tyre në atë pjesë dhe asesi nuk duhet të ishte jashta institucioneve të Kosovës, jashta ligjeve dhe kushtetutshmërisë së vendit.
Zotëri Malokun, falenderoj shumë që gjitë kohë që t'jesh pjesë e Infodesa. Ndam të gjitha këto informacione, ndonë se kaluam nga tema në temë, po mundum të bëjmë një përbledhje të ngjarjeve të cilat kanë ndodhur në vend. Faleminderit. E neve të ndëruar shikues të Infodesu për përmbyllëm këtë emisione deri në emisionin e radhës, mirë mbëjtje.